Vati dashëllor, vati shenjt, ne vim tani në praninë tënde të shenjtë. Po Zot, ne rrëfejmë që nuk mund të bëjmë asgjë pa ty. Ne as nuk mund të lutemi, o Zot, pa ty. Ne krejtësisht varemi prej teje. Kështu që në këto moment o atë vi përpara teje dhe kërkoj ndihmën me të frymës tënde të shenjtë. Që fjala jote të jehoj, si fjala jote të dëgjohet, si fjala jote të pranohet, si fjala jote. Vepro në zemrat dhe në mendje dhe në veshët e çdo personi që është sot këtu. Dhe na ndryshoj Zot përmes fjalës tënde. Lutem në emrin e çmuar të Krishtit. Amen. Mirë, do të filloj me një pyetje që secili prej nesh të mendojë në këtë moment për këtë pyetje. A jemi krijuar ne si qenë njerëzore të jetojmë në mënyrë të pavarur nga këshilla e Perëndis? Pra mendoj edhe një herë. A mund të jetojmë ne në vetvete me këshillën tonë, pra të pavarur nga Perëndia? Spari, ndoni pak për këtë, duke marrë parasysh Zanafillën kapitulli 1, vargjet 26 dhe 28. Spari duhet kuptojmë këtë gjë që nevoja jonë për këshillim, për këshillën e Perëndis, pra që të na flas Perëndia, që të na tregoj ne Perëndia, që na drejtojë ne Perëndia, shihet edhe në vetë krijimin ton si njerëz. Në fakt, ju besoj që i keni lexuar këtë vargje, unë shpresoj që keni lexuar këtë vargje. Tek Zanafilla 1, vargjet 26 dhe 28 është momenti i krijimit të njerëzit, edhe këtë vargje ne mësojmë që njeriu, ndryshe nga çdo gjë që Perëndia krijoi, njeriu është kurora e krijimit të Perëndis, dhe vini re nga vargu 26 që Perëndia u krijua Perëndia e krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës së tij, në ngjasim thot me ne, dhe thot që njeriu u krijua që të kishte marrëdhënie me Perëndin dhe njeriu të shëmbullente Perëndin në një farë mënyre. Pra njeriu çfarë do të ishte? Njeriu do të ishte një përfaqësues i Perëndis mbi tokë, i cili do të sundonte mbi gjithçka që Perëndia kishte krijuar. Tani, duhet të kuptojmë këtë gjë. Perëndia e dinte që megjithse Adami dhe Eva, që ishin në atë moment njerëz të përsosur, në një botë të përsosur që akoma nuk kishte hyrë mëkati, në një marrëdhënie të përsosur me Perëndin, ata nuk mund të jetonin pa këshillën e Perëndis. Pra, ata nuk mund të jetonin një jetë të pavarur nga Perëndia. Pra, çfarë do thotë kjo? Perëndia duhet të vinte të shpjegonte atyre se kush ishin ata, pse ishin krijuar, edhe që jeta e tyre të kishte kuptim dhe qëllim. Pra nevoja që kishte Adami dhe Eva për ndihmë ishte që nga fillimi, para sa të binin në mëkat. Pra nevoja jonë për këshillim nuk vjen në mënyrë të domosdoshme si rezultat i rënies tonë në mëkat. Ti jesh njeri, edhe një herë duhet të kuptojmë këtë, do thotë që ti nuk mund të jetosh pa Perëndin. Nuk mund të jetosh në mënyrë të pavarur pa ndihmën e këshillës së Perëndis, pa ndihmën e fjalës së tij me fjalë tjera. Dhe shikoni pak 3 gjëra kryesore këtu që kemi në ekran. Adami dhe Eva kishin nevojë për këshillën e Perëndis sepse kishte 3 gjëra që i dallonte ata nga tjera. Spari, ata ishin krijuar nga Perëndia që të merrnin zbulesë prej tij, ndryshe nga kafshët. Kafshët vëmre që nuk morën një zbulesë nga Perëndia, apo jo? Kafshët mund të jetojnë pa Perëndin, në sensin pa në një zbulesë. Pastaj së dyti ne mësojmë që ata u krijuan nga Perëndia të ishin interpretues, do ta shpjegoj çfarë do të thonë me këtë. Dhe së treti ato u krijuan nga Perëndia që të ishin adhurues, pra të adhuronin Perëndin. Tani, ne të gjithë si njerëz jemi duke interpretuar jetën në mënyrë aktive në çdo kohë dhe gjërat që ne interpretojmë zakonisht ndajmë me njëri tjetrin, apo jo? Asnjë nga ne nuk jeton në bazuar mbi faktet, por ne jetojmë gjithmonë në bazë të interpretimit të fakteve që ne interpretojmë faktet, apo jo? Kështu që, edhe njerë, të jesh njeri do të thotë të kesh nevojë për të vërtetën që është jashtë teje
dhe përmes kësaj të vërtetë të japish kuptim gjërave që rrethojnë ty. Shembulli i nevojës për ndihmë edhe një herë nuk erdhi spari që ne kishim nevojë për njëri tjetrin, por ne shikojmë që në fillim, që në momentin kur Perëndia krijoi njeriu, e krijoi që ai të merrte zbulesë, të këshillohej nga Perëndia. Dhe çfarë ndodhi? Shembulli i parë që kemi pra të nevojës së njeriu ishte nevoja që këshilltari i ynë i mrekullueshëm vetë Perëndia të shkonte tek njeriu dhe t'i tregonte njeriu se kush ishte dhe për çfarë Perëndia e kishte krijuar, që Perëndia kishte krijuar në shëmbulltyrën e tij, në gjasimin e tij dhe ishte krijuar për të adhuruar Perëndin. Edhe e vërteta është që ne të gjithë si njerëz interpretojmë apo jo. Në gjithë kohës jemi duke interpretuar gjërat, faktet. Ne në një farë mënyrë shprehim identitetin ton mbi cilën ne bazohemi. Ne të gjithë flasim njëri tjetrit bazuar mbi një farë të kuptuari që ne kemi se kush jemi dhe për çfarë jemi këtu në tokë apo jo. Ne në mënyrë të vazhdueshme po interpretojmë gjëra sipas të kuptuarit që ne kemi apo jo. Dhe ne të gjithë pra interpretojmë dhe të gjithë ne jemi njerëz që kemi një ndikim të caktuar tek gjithë njerëzit në shkallë të ndryshme apo jo. Pra, çfarë po them? Po them këtë që nga krijimi, para se njeriu të binte në mëkat, shikojmë që ishte e nevojshme që njeriu të kishte Perëndin, të fliste njeriu, pra të fliste të vërtetën njeriu. Së dyti, shikojmë një vërtet të dytë të rëndësishme, është që nevoja jon për këshillin e Perëndis shihet edhe tek rënja e njeriu në mëkat. Tani, te Zanafilla kapitulli 3, vargjet 1 dhe 7, çfarë shikojmë? Shikojmë që ndodh një ndryshim vërtet tragjik. Sepse çfarë ndodh? Për herë të parë në historinë e njerëzimit shikojmë që futet edhe një zë tjetër që njeriu dëgjon. Ky folës i ri, e dini kush është ky folës i ri? Që shfaqet te Zanafilla kapitulli 3? Ky folës i ri i merr faktet që u kishte dhënë tashmë Perëndia te Zanafilla 1 dhe 2 dhe çfarë bën me to? I merr ato gjëra që Perëndia u kishte thënë Adamit dhe Evës dhe u jep atyre një interpretim krejt ndryshe nga interpretimi që Perëndia u kishte dhënë atyre fjalëve. Dhe çfarë ndodhi? Te Zanafilla 3 shikojmë që në mënyrë tragjike Adami dhe Eva i besuan këtij zëri të ri dhe çfarë ndodhi? Ato nuk i besuan fjalës së Perëndis, e hodhën poshtë fjalën e Perëndis dhe ndoqën fjalët e djallit dhe çfarë ndodhi? Me një herë mbas kësaj, ata nuk menduan më për Perëndin njësoj, nuk menduan më për veten e tyre njësoj, nuk menduan më për botën njësoj, edhe ne që nga ajo kohë nuk mendojmë më për Perëndin njësoj. As për veten tonë, as për botën dhe as për asnjë gjë. E vërteta është që çfarë shikojmë që nga krijimi, edhe mbas rënjes së njeriu të mëkat, shikojmë që njeriu u krijua të dëgjonte vetëm një zë. Dhe t'i bindej vetëm një zëri. Dhe ky zë ishte zëri i Perëndis. Ne jemi krijuar si njerëz që çdo mendim që ne mendojmë, çdo gjë që ne themi me gojën tonë dhe çdo veprim që bëjmë ne si njerëz, do thotë që të jetë e bazuar ku? Jemi krijesat e Perëndis. Të jetë bazuar te fjala e Tij. Tani, e vërteta është që megjithëse ne jetojmë në një botë që ka shumë konfuzion apo jo. Ne jetojmë në një botë që ka shumë zëra, pafundësisht zëra që na tregojnë neve se cila është rruga. Thonë që ka një Zot, po ka shumë rrugë që të çojnë tek Perëndia. Ka një Zot, po ka shumë fe. Ka një Zot, por ka shumë gjëra. A është kjo çfarë thot fjala e Perëndis? A është kjo e vërteta? Pra jetojmë në një botë që kemi me mijëra zëra që na tregojnë neve se çfarë është e vërteta, apo jo? Si ne mund të jetojmë në një botë ku ka kaq shumë zëra që na tregojnë neve se kujt duhet i përkushtohemi, që na tregon neve se çfarë ne duhet të bëjmë. Pra,
kjo është një gjë që ne do të përpiqem fakt të japim përgjigje sot tek mesazhi që do të shikojmë së bashku nga Psalmi numër 1, fjala e Perëndis, kënaqësia dhe meditimi ynë i përditshëm. Por, përpara se të shkojmë atje, më lejoni t'ju kujtoj që ne ndodhemi në një seri që e kemi quajtur seria e shkurtër e dimrit, është një seri për 4 mesazhesh, dhe tashmë kemi parë 2 mesazhe. Shpresoj që keni qenë të dy të parë, por nëse nuk keni qenë, më lejoni t'ju kujtoj 2 mesazhet e parë, çfarë kemi parë në 2 mesazhet e para. Pra, e kemi titulluar këtë seri të rritemi në përkushtimin tonë ndaj fjalës së Zotit. Në mesazhin e parë kemi parë si të jetojmë nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Dhe çfarë mësuam? Mësuam që të ushqyerit dhe të jetuarit sipas fjalës Perëndis është nevoja jonë më e madhe, prandaj është e rëndësishme që ushqimi ynë i përditshëm, ose më shkruaj të gabim, pra është e rëndësishme të kuptojmë që të ushqyerit nga fjala e Perëndis është më e rëndësishëm se ushqimi ynë i përditshëm, më i rëndësishëm se nevojat tona dhe dëshirat tona themelore. Pra ky është mesazhi i parë. Pastaj kemi parë te Psalmi 119, vargu 1 deri në 8, mesazhin e dytë që mësuam që bindja ndaj fjalës së Zotit është prioriteti i vetëm i jetës tonë. Pra çfarë do thotë kjo? Çdo ditë ne duhet sigurohemi një gjë të rëndësishme. Apo i bindemi Perëndis, apo i bindemi fjalës së Tij. Kjo ka rëndësi. Asgjë tjetër s'ka rëndësi. Nëse ju po i bindeni Perëndis, fjalës së Tij, çdo gjë tjetër është në rregull. Nëse nuk po i bindeni fjalës së Tij, asgjë nuk është në rregull. Zoti na ka dhënë fjalën e Tij që ne përmes fjalës së Tij të njohim Perëndin dhe të mësojmë se si jetojmë në bindje ndaj fjalës së Tij çdo ditë në çdo aspekt të jetës tonë. Siç thash pak më parë, do të shikojmë së bashku Psalmin numër 1, por le ta lexojmë si fillim Psalmin numër 1. Le të lexojmë së bashku Psalmin 1, mund të hapni Biblën te Psalmi 1 ose mund të shikoni nga ekrani nëse arrini të shikoni nga ekrani. Nuk e di bret shikohet nga atje, apo jo, nuk shikohet. Apo shikohet. Okej, le ta lexojmë pra së bashku Psalmin numër 1 vargu 1 deri në 6. Lum i bekuar është njeriu që nuk ecën sipas këshillës të të pabesëve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit, por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Ai do të jetë si një pemë mbjellë gjatë vrigjeve të ujit, të jap frutin e tij në stinën e tij, dhe të cilët gjethet nuk i fishken dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Të tillë nuk janë të pabesët, janë si byku që era e shpërndan. Prandaj të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, as mëkatarët nuk u vendin e të drejtëve. Sepse Zoti njeh rrugët e të drejtëve, por rrugat e pabesëve të çon në shkatrim. Më falni një sekond, por më lejo përpara se të shikojmë se çfarë është mesazhi i Psalmit 1, më lejon të kujtoj që Psalmi 1 është psalmi i parë i librit të psalmeve dhe është situar si porta e hyrjes në librin e psalmeve, sepse ky psalm çfarë ka në vetvete? Është një tregues i përmbajtjes së të gjithë psalmeve. Dëshira e psalmistit, dhe në këtë rast është dëshira e vetë Perëndis, është që të na mësojë rrugën e bekimit, të na paralajmërojë mbi shkatrimin e sigurt që vjen mbi ata që nuk njohin Perëndin dhe që nuk ecin sipas fjalës së Tij, pra që nuk dëgjojnë Zotin dhe nuk i binden fjalës së Tij. Mesazhi që ne do të shikojmë nga Psalmi numër 1 është ky. Lutem një sekond. Çfarë do të shikojmë së bashku është që vetëm ata që e ndërtojnë jetën e tyre në marrëdhënie me Perëndin dhe mbi fjalën e Tij do të përjetojnë bekimet e tanishme dhe të përjetshme dhe do të kenë një jetë të frutshme për Perëndin. Pra jeta jonë duhet ndërtuar me pak fjalë si në marrëdhënie me Perëndin dhe mbi fjalën e Tij. Nuk është e vështirë apo jo? Vështirësia qëndron tek kush? Te zbatimi i saj. Edhe çfarë do të shikojmë së bashku nga ky psalm është që Psalmi 1 paraqet 2 portrete. Portretin e njeriu të perëndishëm dhe të njeriu të paperëndishëm dhe rrjedhimet e jetëve
të tyre. Le të shikojmë si fillim fare portreti i njeriu të perëndishëm në vargjet 1 deri në 3. Vjen re që Psalmi 1 fillon me një shpërthim, si thuash, ngazëllues. Psalmisti thret me një zë tepër të lartë, në një farë mënyrë mund të themi kështu, lum njeriu ose i bekuar është njeriu, sa i lumtur është njeriu, thot sa i bekuar është njeriu. Tani, bekimi për të cilin po flet psalmisti është pikërisht ai gëzimi, pikërisht ajo kënaqësia e thellë e njohjes së Perëndis, e njohjes së pranisë së Tij dhe bindjes ndaj Perëndis që është krijuesi dhe Ati ynë qiellor. Tani, ai po na thot neve cili është njeriu i bekuar me të vërtetë. Cili është njeriu thot që përjeton me të vërtetë tot bekimet e Perëndis. Ose ai na thot në këtë mënyrë, a doni me të vërtetë të përjetoni bekimet e Perëndis? A doni të njihni ata? A doni të bekoheni tani thot dhe përjetësisht? Më dëgjoni thot tani. Më lëni të tregoj rrugën e njeriu të bekuar. Më lejoni ta tregoj rrugën e njeriu të perëndishëm. Dhe na tregon pikërisht në fillim në vargjet 1 deri në 3. Tani, 1 ai e perëndishëm në mënyrën negative, në vargun 2 në mënyrë pozitive dhe në vargun 3 na përshkruan rezultatin e jetës së njeriu të perëndishëm. Le të shikojmë pra spari, njeriu perëndishëm nuk ecën thot sipas këshillës së të pa perëndishmeve. Tani, më lejoni të sqaroj për pak diçka në lidhje me gjithë këtë, përpara se ne të ngatrohemi, sepse mund të ngatrohemi që në fillim, kur ngatrohen rrugën që në fillim, është vështirë ta gjesh, apo jo, si mendoni ju? Në vargjet 1 deri në 3 thash, psalmisti çfarë bën është që përshkruan çfarë njeriu i perëndishëm nuk bën dhe çfarë bën një njeri i perëndishëm dhe na tregon rezultatin e jetës së tij. Por ka një gjë që nuk na tregon psalmisti, apo jo? Si një njeri bëhet i perëndishëm? Nuk e thot këtë, ai vetëm përshkruan çfarë nuk bën, çfarë bën dhe cili është rezultati, por nuk thot se kush dhe si një njeri bëhet i perëndishëm. Pra, këtu është një moment që ne nuk duhet të supozojmë se për çfarë po flet ai. Tani, ajo çfarë ne do kuptojmë është kjo gjë që çfarë një njeri nuk bën, çfarë një njeri bën dhe frutet e tij nuk e bëjnë atë të perëndishëm, por tregojnë se është apo jo i perëndishëm. Një moll, për shembull, nuk bëhet moll sepse jep moll. Si mendoni, pak thënie shumë e thjesht, po ajo jep moll sepse është moll. Apo jo? Por ideja është këtu. Pema njihet nga frutet, nëse është e mirë apo jo. Por frutet nuk kanë forcë ta bëjnë mollën të mirë. Jezusi te Mateu kapitulli 7 na thotë që do të njihni profetët e rrem nga frutet e tyre. Prandaj Psalmi 1 edhe një herë, çfarë po bën? Po përshkruan se si është njeriu perëndishëm, por nuk na thotë se si një njeri bëhet i perëndishëm. Bibla na tregon që nga natyra, edhe njerë, duhet që të më dëgjoni pak më vëmendje në këtë pikë. Nga natyra të gjithë njerëzit, pa përjashtim dhe pa dallim në të gjitha kohrat, janë njerëz të paperëndishëm. Pra, më lejon ta them shumë qartë dhe shumë troç. Nuk ka as edhe një njeri të perëndishëm, as edhe një. As edhe një. Nuk lind as edhe një njeri i perëndishëm, as edhe një. Por Perëndia, çfarë ka bërë? Perëndia në mëshirën e tij të madhe e ka shndruar natyrën tonë mëkatare në natyrë të shenjtë të perëndishme. Që do thotë që të gjithë ne jemi nga natyra pemë të egra, që vetëm japim fruta të egra dhe deri në momentin që atë pemë ta shartosh, ta bësh në një pemë të butë, ajo do të jap vetëm fruta të buta. Dhe derisa Perëndia vetë në Jezu Krishtin të shndroi natyrën tonë mëkatare nga natyrë mëkatare në natyrë të shenjtë hyjnore,
fruti ynë i vetëm do të jetë mëkati dhe asgjë më shumë. Pavarësisht se ju çfarë besoni për veten tuaj apo çfarë ju mendoni për veten tuaj, që ju mund të jeni njëri i mirë, derisa ju të ktheheni tek Perëndia, të pranoni që ju jeni mëkatar, që jeni nën dënimin e Perëndisë për mëkatet tuaja, derisa ju të kuptoni që ju mund të bëni vetëm mëkatin dhe asgjë tjetër në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandryshueshme, dhe të kërkoni Perëndisë që ai të ndryshojë jetën tuaj, të transformojë jetën tuaj, fruti i jetës tuaj do të jetë vetëm mëkati, asgjë më shumë. Prandaj nuk ka njeri të perëndishëm derisa Perëndia ta kthej natyrën e tij nga të paperëndishme në natyrë të perëndishme. Kështu që edhe një herë Psalmi 1 nuk fokusohet edhe një herë si bëhet një njeri i perëndishëm, por thjesht na tregon çfarë dallon, si e njohim një njeri të perëndishëm. Edhe një njeri i perëndishëm nuk është një njeri që thjesht beson që Perëndia ekziston, por është ai që i ka besuar Perëndisë dhe është kthyer tek Perëndia, nëse mund ta themi me fjalë tjera. Por le të kthehemi te Psalmi dhe të shikojmë vargun 1, çfarë thot psalmisti. Pra le të shikojmë përshkrimin e njeriu të perëndishëm, çfarë ai nuk bën dhe çfarë ai bën. Thot nuk ecën, pra njeriu i perëndishëm çfarë nuk bën? Ai thot nuk ecën, ose me fjalë tjera çfarë do thot? Nuk jeton thot sipas këshillës së të paperëndishmëve. Me fjalë tjera, nuk ndjek këshillën e tyre ose nuk ndjek fjalën e tyre. Pra me fjalë tjera, një njeri i perëndishëm që është bërë tashmë i perëndishëm, nuk vepron në asnjë fushë të jetës së tij sipas këshillës së njerëzve të tjerë, apo sipas këshillës së botës, apo sipas këshillës së kohës. Nuk po flasim që as nuk po thot psalmisti që ky njeri është njeri i përkryer. Dhe mos ngatrohemi as me këtë. Por çfarë e karakterizon jetën e tij? Njeriu i perëndishëm thot nuk ndjek rrugën e njerëzve të tjerë, nuk ndjek rrugën e të askujt tjetër. Edhe ju mund të shikoni në kohën tuaj, por të fjalët e urta 14:12 apo edhe të fjalët e urta 16:25 thuhet kështu. Është një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugën e vdekjes. Edhe çfarë po thot psalmisti? Psalmisti po na thot këtë, që njeriu i perëndishëm i bekuar nga Perëndia nuk ndjek këshillën e askujt tjetër të paperëndishmëve, me fjalë tjera, që në kupton edhe diçka tjetër tepër të rëndësishme, që ai nuk as këshillën e tij, as këshillën e vetes tij. Ai nuk merr këshilla nga vetvetja, nuk i beson vetvetes. E kuptuam? Edhe këshilluesi ynë më i madh, e dini kush është? Keni duar ndonjëherë se kush na këshillon ne më shumë gjithkohës? Vetvetja. Apo jo? Por psalmisti po na thotë që ne nuk duhet të dëgjojmë askënd tjetër, por as veten tonë. Nuk jemi të besueshëm, nuk mund t'i besojmë vetvetes tonë. Edhe ne do ta shikojmë pse. Një paralajmërim të fortë edhe e keni edhe te Jeremia 17, por nuk do ta shikojmë tani për momentin, por do ta shikojmë më vonë, por edhe një herë, njeriu i perëndishëm nuk udhhiqet në mendjen e tij nga këshilla e njerëzve të tjerë, as nga këshilla e vetvetes. Prandaj, çfarë duhet kuptojmë? Duhet kuptojmë që të gjithë ata që kanë njohur Jezu Krishtin si shpëtimtar dhe Zot, në mënyrë që të vazhdojnë të përjetojnë bekimin e Perëndisë, e marrëdhënies me Perëndin, duhet të kenë këshill askënd tjetër përveç Perëndisë, përveç fjalës së Tij. Edhe pyetja që un kam për ju është kjo: apo dëgjoni dhe veproni ju sipas këshillës së të tjerëve? Sipas këshillës së botës apo sipas këshillës së vetes tuaj? Në fakt kjo duket e natyrshme, për secilin prej nesh gjëra më natyrshme është për ne të jetojmë sipas këshillës së të tjerëve apo të vetes tonë, por kërkon që ne të marrim një vendim. Një vendim të rëndësishëm në jetën tonë, që nëse i përkasim Jezu Krishtit, ne nuk do të dëgjojmë as këshillën e të tjerëve, as këshillën e vetes tonë, por do dëgjojmë vetëm një zë, zërin e Perëndisë në fjalën e Tij.
Çfarë do thotë kjo? Mos dëgjoni të tjerët dhe as veten tuaj, në kuptimin, nuk po them mos ngatrohemi pra që ne nuk duhet dëgjojmë asnjë njeri tjetër, kthehemi në njerëz të pavarur, nuk është kjo ideja, por ideja është kjo që mos i zini besë të tjerëve dhe as vetes tuaj. Nëse nuk është në përputhje me fjalën e Perëndis. Çdo këshill që vjen duhet vi nga Perëndia, nga fjala e tij, ai do të na drejtojë. Pra së pari, njeriu i perëndishëm nuk ecën sipas këshillës së të paperëndishëm. Së dyti, njeriu i perëndishëm e eviton rrugën e mëkatarëve. Ose më saktë, nuk ndalet thot në rrugën e mëkatarëve. Dhe çfarë do thotë kjo? Që njeriu i perëndishëm thot nuk gjen kënaqësi tek marrëdhënia me njerëzit që nuk e njohin Zotin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre. Njeriu i perëndishëm ne eviton bashkësinë me këta njerëz që nuk jetojnë thot në përputhje me vullnetin e Perëndis, në përputhje me fjalën e tij. Dhe fjala mëkatarëve këtu është ideja që këta njerëz nuk jetojnë në shenjë, pra nuk godasin në shenjë, jeta e tyre nuk godet në shenjë për sa i përket mënyrës se si jetojnë në jetën e tyre, pra jeta e tyre është jashtë standardit të Perëndis. Edhe ai po thotë që njeriu i perëndishëm eviton të gjitha rrugët që e largojnë atë nga Perëndia dhe e çojnë atë në mëkat. Njëherë këtu nuk është që ne rrim larg njerëzve, nuk është kjo çfarë po thotë psalmisti, nuk është kjo ideja që ne kthehemi në murg, që duhet shkojmë të rrim në një manastir të ndahemi nga njerëzit, nuk është kjo ideja, por ideja është që bashkësia jonë e vërtet gjendet me Perëndin dhe me njerëzit e tjerë të Perëndis. Pra ne nuk ndalemi në rrugën e mëkatarëve, që thot nuk bashkohemi në gjërat që ata bëjnë, nuk përfshihemi në gjërat që ata bëjnë. Edhe te Psalmi 119 vargu 63, psalmisti thot: "Unë jam shok, thot, i gjithë atyre që kanë frikë prej teje dhe atyre që respektojnë urdhërimet e tua." Pra kush është miku i psalmistit? Vetëm ato që kanë frikë nga Zoti dhe i respektojnë fjalën e tij. Pra psalmisti thot, zgjidhni se kush do të jetë miku juaj. Te dhjata e re, apostulli Paul na paralajmëron kështu: "Mos u gënjeni, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira." Tani dëgjoni pak më mendje. Influenca e këshillës së keqe është shumë e fortë se sa influenca e këshillës së mirë. Asnjëherë nuk ka ndodhur, me që jemi të mollët, le të qëndrojmë të mollët, asnjëherë nuk ka ndodhur që në një sport me mollë të mira, dhe ndodhet një mollë e keqe, të ndodhet që mollët e mira ta kenë bërë mollën e keqe, mollë të mirë. Ju ka ndodhur ndonjëherë apo ju ka ndodhur e kundërta? Që do të thotë, nëse do mollë të mira, do të ti hiqe mollën e keqe. Për ndryshe, të gjithë mollët do bëhen mollë të prishura, të kalbura. Po kështu, edhe ju, nëse doni një jetë të bekuar nga Perëndia, që një bekimin e Perëndis, jo vetëm që nuk duhet dëgjoni këshillën e të tjerëve, por qëndroni larg rrugës atyre që nuk ecën sipas këshillës së fjalës së Perëndis dhe mos keni bashkësi me ta. Drita thot nuk mund të ketë bashkësi me errësirën. Drita nuk mund të rrinë me errësirën. Aty ku ka errësirë, ka vetëm errësirë, nuk ka dritë. Aty ku ka dritë, nuk ka errësirë. Nuk mund të rrinë bashkë. Edhe arsyeja pse ne rrim me njerëz të pashpëtuar cila është? Si mendoni ju? Në mënyrë, le ta theksoj shumë qartë këtë. Qëllimi vetëm që ne kalojmë kohë me jo besimtarët është që ata të njohin Krishtin si shpëtimtar dhe Zot. Domethënë që finalja kjo të jetë qëllimi kryesor. Po ju, mendoni çfarë ndikimesh ose personash ka në jetën tuaj që nuk po ecën sipas fjalës së Zotit. Zoti thot hiqni nga jeta juaj ata që po influencojnë jetën tuaj në mënyrë të gabuar. Largohuni prej tyre, siç thuhet e 2 Korintët kapitulli 6 vargjet 14 deri në 18. Kur keni kohën, në kohën tuaj shikoni pra këto vargje e 2 Korintasve kapitulli 6 vargjet 14 dhe 18. Tani, kjo vlen edhe për ju të rinj apo të reja që ju mund të keni shoqëri me ata që nuk e njohin Zotin Jezu Krisht si shpëtimtar dhe Zot.
Qëse jeni një e re apo një i ri dhe po dilni me një jo besimtar, me jo besimtar, nuk mund. Një i perëndishëm thot nuk mund të bashkohen rrugët me një njeri të paperëndishëm. Së treti, shikojmë, le të ecim pak më shpejt, njeriu i perëndishëm nuk ulet me tallësit. Nuk do zgjatem shumë këtu, por njeriu i perëndishëm jo vetëm që nuk dëgjon këshillin e të tjerëve, atyre që nuk e njohin Zotin, jo vetëm që nuk ndalet në rrugën e tyre, por thot nuk ulet me tallësit. Tani, tallësit ose përqeshësit në këtë kontekst, ose në kontekstin biblik, janë ata që tallen me mëkatin, tallen me përjetësinë, tallen me ferrin, tallen me parajsën, tallen me Perëndin, tallen me fjalën e Perëndis, edhe sisht rrugët e fjalës së Zotit. Tallësin janë ata që mohojnë Zotin dhe mohojnë fjalën e Tij. Tani çfarë mësojmë ne nga vargu 1? Para se të largohemi nga ky varg, le të dallojmë pak progresin e jetës së mëkatit. Le të kuptojmë këtë gjë që djalli nuk e bën një njeri të rrshqas menjëherë edhe të largohet menjëherë nga Perëndia, po si ndodh? Le të shikojmë se cila nga këto tre fjalë të ndryshme që janë përdorur në vargun 1. Pra me fjalë tjera, ka një lloj mënyrë rrshqitje, ka një mënyrë largimi nga Perëndia. Dhe si ndodh? Kemi tre fjalë në fillim fare. Ecën thot ndalet, ulet. Pra ecën do të duke lëvizur, por ideja është ke shkuar në drejtimin e gabuar. Pastaj çfarë bën? Ndalon endesh në rrugët e mëkatit ose tek mëkati dhe pastaj në fund fare çfarë ndodh? Më në fund fare i rahatuar në shoqërinë e tallësve. Pra kjo është ajo mënyra graduale si person bie. Pastaj kemi të paperëndishmin mëkatarët e përqeshës. Në fillim rrim me ata njerëz që janë të lëkundur në lidhje me marrëdhënie me Perëndin. Pra që nuk e ndjekin besnikërisht Perëndin. Pastaj shkon te mëkatarët, ata që thonë që besojnë te Zoti, por shkelin hapur urdhërimet e Tij dhe pastaj bashkohesh me tallësit dhe me ata që në mënyrë të hapur e hedhin poshtë fjalën e Perëndis. Pastaj kemi edhe tre fjalë tjera: këshill, shteg edhe vend ku ulesh. Në fillim çfarë ndodh? Ne në mendjen tonë dëgjojmë këshillën e dikujt tjetër, fillojmë të kemi mendimet e gabuara, pastaj nisim në atë rrugë, fillon të bësh gjërat që bëjnë mëkatarët dhe pastaj në fund ulesh, bashkohesh me njerëzit e gabuar dhe çfarë bën? Merr qëndrimin e tyre dhe bëhesh tallës njësoj si ata. Edhe më lejon të them këtë që kjo gjë ndodhi me mua disa vite më parë. Po shoqërohesha me disa persona, në fakt që ishin krishterë fatkeqësisht, por po mendoja që do të kisha ndikim tek ata, por e dini çfarë ndodhi? Dal nga dal, vura re që më shumë shoqërohesha me ta, nuk po ndikoja unë tek ata, por ata po ndikonin tek mua. Edhe dal nga dal vura re që isha bërë pothuajse njësoj si ata. Edhe mu deshte merrja një vendim të prerë, që unë nuk mund të shoqërohem me ta më, sepse ndikimi i jetës tyre kishte bërë që jeta ime të fillonte të rrshqiste edhe të shkojë në drejtimin e gabuar. Pra edhe një herë, dy gjëra kryesore: ruani mendjen dhe ruani shokët apo shoqet me të cilët ju kaloni kohën. Edhe një autor i njohur, Howard Hendrickson, ka thënë një gjë shumë të rëndësishme, që është e vërtet. Dy faktorë thotë që do të ndikojnë më së shumti te ju, ku do të jeni mas 10 vjetësh, janë, thotë, librat që ju lexoni dhe miqt që ju keni. Doni që ta lexoj edhe një herë? Dy faktorë thotë që do të ndikojnë më së shumti te ju, ku do të jeni ju mbas 10 vjetësh, do të varet se çfarë librash ju lexoni dhe miq që ju keni tani. Tani, le të vim tek vargu 2 dhe ne shikojmë njeriu e perëndishëm të bekuar tani nga ana pozitive. Ne në fakt mund të shpenzojmë kohë në vargun 2 pafundësisht, por do të përpiqemi që të trajtojmë shkurtimisht, edhe ideja është që bekimi i vërtet ku gjendet? Gjendet tek marrëdhënia jonë me Perëndin dhe bindja ndaj fjalës së Tij. Por shikoni mënyrën se si e përshkruan psalmisti. Por që gjen thot kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe që mendon ditë e natë mbi ligjin e Tij. Tani, ligji i Zotit
ne shpeshherë mund të mendojmë që janë 10 urdhërimet, por jo, në kontekstin e dhjatës së vjetër, ligji i Zotit janë të 5 librat e dhjatës së vjetër, që ndryshe quhen dhe Tora. Dhe imagjinoni sa pak që ata kishin, vetëm 5 libra, ne kemi edhe sa më shumë, sa ata? Edhe 61 libra të tjerë më shumë se ata. Po megjithatë psalmisti thotë, gjente kënaqësinë tek këto 5 libra, edhe meditonte thellë mbi këto 5 libra. Dhe ne kemi aq shumë më shumë se sa ata, apo jo? Por ideja është në parimin e përgjithshëm është që njeriu perëndishëm gjen kënaqësinë tek fjala e Perëndisë të bindja ndaj tij. Pyetja që un kam për ju edhe për veten time, a gjeni ju kënaqësi te fjala e Perëndisë, të meditoni te fjala e Perëndisë çdo ditë? Vargu 2 përshkruan përgjithësinë dhe vargu 3 na përshkruan neve faktikisht rezultatin. Tani çfarë do të thotë të gjesh kënaqësinë te fjala e Perëndisë? Tani fjala që është përdorur këtu kënaqësi në dhjatën e vjetër, zakonisht përdoret ose është përdorur më saktë për kënaqësinë një burri që gjen tek një grua. Mund ta shikoni te Zanafilla 34:19 dhe Esteri 2:14. Pra kjo fjalë është përdorur gjithashtu pra edhe një herë për marrëdhënien e një burri me një grua, pra në mënyrën se si një burrë e do një grua. Dhe e vërteta është që kur një djalë ose i ri e do ose i pëlqen një vajzë, ai rregullon prioritetet e tij në një mënyrë të tillë që krejt pa pritur, çfarë ndodh? Si mendoni, çfarë ndodh? Davidi mund ta tregoj më mirë këtë mendoj. Por ideja është kjo që krejt pa pritur, ai ka plot kohë të takohet me këtë vajzë. Apo jo? Ne si njerëz bëjmë gjithmonë ato gjëra që ne duam t'i bëjmë. A është e vërtetë apo jo? Ne gjithmonë bëjmë ato gjëra që na pëlqejnë. Kur dëgjojmë dikë që thotë që, shiko, se unë nuk kam kohë, le të themi këtë gjë, që pjesën më të madhe të rasteve është një justifikim. Kur dikush thotë që nuk kam kohë, është justifikim. Ai ka kohë, por thjesht nuk do të bëj kohë. Nuk do të gjej kohë. Por thotë që nuk i pëlqen ajo gjë. Nuk është prioritet ajo gjë për të. Nuk është aq e rëndësishme sa të gjej kohë për këtë gjë. Kjo është e vërteta. Ai tani vjen re që kur një djalë pëlqen një vajzë, nuk shkon të takohet me atë vajzë nga detyrimi, por sepse i pëlqen. Asgjë nuk i pengon kohën e tij. Por ai gjen kohë vazhdimisht për ta takuar atë. Edhe njëjta fjalë është përdorur për marrëdhënien tonë me Perëndin dhe fjalën e tij. Pyetja që shtrohet, apo gjejmë ne kënaqësinë në fjalën e Perëndisë në këtë kuptim? A gjejmë ne kohë për të kaluar në fjalën e Perëndisë sepse gjejmë kënaqësi tek ajo? A është kthyer mbase kaluari kohë me fjalën e Perëndisë një detyrë e mërzitshme fetare? Bibla edhe njerë duhet në mbajmë mend që është letra e dashurisë së shkruar nga Perëndia për ne, dhe në këtë libër Perëndia çfarë bën? Ai na shkruan neve se cilët janë bekimet për ne. Ai na tregon në fjalën e tij që ai na do neve, ai na tregon për bekimet e tij për ne, na tregon për bekimet anishme dhe bekimet e përjetshme. Urdhërimet e tij janë një bekim për ne. Mësimet e tij janë bekim për ne. Pra nuk duhet parë në asnjë lloj mënyre fjala e Perëndisë që është shkruar për të qenë një barr për ne. Perëndia në dashurinë e tij ka shkruar fjalën e tij që të jetë bekim dhe vetëm bekim për ne dhe asgjë më shumë. Rruga e bekimit edhe një herë është që ne vazhdojmë të kërkojmë Perëndin në fjalën e tij dhe vazhdojmë në mënyrë të vazhdueshme të jetojmë jetën tonë në përputhje me fjalën e tij. Dhe vini re që psalmisti thotë jo vetëm që gjejmë kënaqësinë te fjala e tij, por meditojmë vazhdimisht se si ta zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme. Meditimi ose përsijatja është si bluajtja e ushqimit dhe tretja e ushqimit në stomak, pra që të kthehet në pjesë e trupit ton. Edhe meditimi është që ne meditojmë në fjalën e Perëndisë, që ne marrim tashmë dhe përpiqemi të mendojmë në jetën tonë të përditshme, në shtëpi, në shkollë, në punë apo kudo që jemi, si mund të zbatohet fjala e Perëndisë në këtë fusha. Pra ky është meditimi, kjo është përsijatja, ose çfarë lloj fjale tjetër që mund të përdorni ju
në shqip për këtë, çfarë po thot psalmisti në vargun 1. Ideja është që ne fillojmë të mendojmë, ne fillojmë të veprojmë, ne kemi qëndrimet e fjalës Perëndis sipas vargut 1. Pra njeriu i perëndishëm mëson të mendoj, veproj, motivohet sipas fjalës Perëndis. E vetmja mënyrë se si ne mund të hedhim poshtë këshillën e njerëzve të tjerë, vetmja mund të mos i besojmë vetes, vetmja mënyrë që të mos mashtrohemi nga vetvetja, vetmja mënyrë si mos mashtrohemi nga bota, vetmja mënyrë si mund të mashtrohemi nga këshilla e djallit mes njerëzve të tij, është të njohim mirë fjalën e Perëndis. Në fakt, ne e dimë që përparan që ekziston në qarkullim për shembull para falso. Ato që në faktikisht janë dalluesit e para falso, zakonisht nuk rrin duke mësuar se si janë parat falso. Por çfarë bëjnë? Mësojnë mirë të gjitha vetit e parasë së vërtet dhe menjëherë sa shikojnë bien në kontakt me një para falso, të rrem, e dallojnë menjëherë. Edhe ne si njerëz perëndis, në mënyrë që të dallojmë këshillën e gabuar, të mos shkojmë në rrugën e gabuar, është të njohim mirë fjalën e Perëndis. Dhe vetëm përmes fjalës së Perëndis ne mund të ecim sipas fjalës së Perëndis. Dhe ne ne duke mos ditur se çfarë thot fjala e Perëndis, ne mund të themi që jemi krejt në rregull. Pse? Sepse nuk dim ndryshe. Sepse nuk e dim se çfarë thot fjala e Perëndis, nuk e dim se cila është rruga e duhur një herë. Ne mendojmë që jemi në rrugën e duhur sepse na duket rruga e duhur. Por do të thotë që na duket ne në rrugën e duhur, është rruga e duhur. Fakti që ne mendojmë që jemi në rregull nuk do të thotë që ne jemi në rregull, sepse kriteri vetëm që dallohet nëse jemi në rregull apo jo është fjala e Perëndis. Apo jo? Qëse nuk e njohim fjalën e Perëndis, patjetër që ne mendojmë që jemi në rregull, patjetër që është fush lule, ne mendojmë gjithçka shkon bukur. Pra, edhe një herë, përgjegjësia jonë është që të caktojmë ose të planifikojmë çdo ditë një kohë caktuar me fjalën e Perëndis dhe pastaj gjatë ditës të meditojmë mbi të. Një autor ka thënë mjaft bukur, a do të dallosh gjendjen shpirtërore tënde? Bëj këtë pyetje. Çfarë është për ju ligji i Zotit? Çfarë vlere ka për ty? Çfarë vendi ka për ty? Në atë shkallë që ne ndërtojmë jetën tonë në marrëdhënie me Perëndin, në marrëdhënie me fjalën e Tij, në atë shkallë ne do të bekohemi në jetën tonë të përditshme. Në fakt nuk kam kohë, por unë do të jap disa pasazhe që ju mund të shkruani dhe mund të shikoni në kohën tuaj, por shikoni lutem në kohën tuaj, mbani shënim Jeremia 2:13, Psalmi 119, 14, 16, vargu 24, vargu 35, në radhë mund të shikoni të gjithë Psalmin 119 na tregon për kënaqësinë që gjen psalmisti dhe meditimi i fjalës Perëndis çdo ditë. Tani shikoni vargun 3. Edhe nuk do të ndalem pothuajse në këtë varg, në vargjet që mbeten sepse janë vetë shpjegueshme, por shikoni vargun 3, psalmisti na tregon rrugën, na tregon rezultatin kur ne ndjekim këshillin e fjalës Perëndis. Pra kur gjejmë kënaqësinë të fjalës së Perëndis, kur ne meditojmë çdo ditë në fjalën e Perëndis, shikoni vargun 3. Ai thotë do të jetë një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që jep frutin në stinën e tij, dhe cilët gjethet nuk i fishken dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Ju lutem shikoni pak së bashku te Jeremia kapitulli 17 vargjet 15 deri në 5 dhe 8. Pra Jeremia kapitulli 17 vargjet 5 deri në 8. Shikoni se çfarë thot Jeremia. Pra Jeremia kapitulli 17 vargjet 5 deri në 8. Kështu thot Zoti, mallkuar qoftë njeriu që ka besim te njeriu dhe bën mishin krahun e tij dhe zemra e cilit largohet nga Zoti. Ai do të jetë si një bruk në shkretir, kur vjen e mira nuk ka për ta parë, do të banojë në vende të thata në shkretir, në një tokë të kripur pa banor. Luma i njeriu që beson te Zoti dhe besimi i cilit është Zoti, ai do të jetë si një pemë mbjellë pranë ujit që i trin rrënjët e tij për gjatë lumit, nuk do ta ndjek kur vjen vapa dhe gjethet e tij do të mbeten të gjelbra. Në vitin e thatësirës nuk do të ketë asnjë shqetësim dhe do të vazhdojë të mbajë fruta. Pra shikoni se çfarë thot Jeremia. Ai thotë do të jetë si një pemë thotë mbjellur gjatë brigjeve të lumit. Çfarë do thotë?
krahason, pra ky krahasim na tregon forcën, stabilitetin, frutin, bukurinë e karakterit të jetës së tij. Tregon që ai gjen kënaqësi te fjala e Perëndis, na tregon që në atë shkallë që ne gjejmë kënaqësitë e Zotit te fjala e tij, në atë shkallë ne do të kemi këtë rezultat që na përshkruan në këtë varg apo në këtë vargje. Pra ai që gjen kënaqësi te fjala e Zotit do të gjejë stabilitet, do të gjejë forcë dhe në kohë të vështira do të jetë i fortë. Dhe në kohë të vështira do të jap frutën, dhe në kohë të vështira do të qëndrojë. Edhe ai person do të manifestojë frutet e frymës që gjejmë në dhjetën e re. Mund të shikoni pastaj edhe Mateu kapitulli 7, vargu 24 dhe 27, Jezusi thotë, ai që ndërton jetën e tij mbi fjalën time, ai do të jetë i bekuar, ai do të qëndrojë. Edhe unë ju ftoj madje të meditoni edhe mbi e para Pjetrit kapitulli 1, vargu 22 dhe 25. E para Pjetrit kapitulli 3, vargu 1 deri në 3. Jakobi kapitulli 1, vargu 19 deri në 25. Dhe të më lejoni të them shumë shkurt, që te Jakobi kapitulli 1 thuhet shumë qartë që mos u bëni thot thjesht dëgjues të fjalës, por bërës të fjalës së Perëndis. Pra mos u bëni thjesht dëgjues që mashtrojnë vetveten. Perëndia na thret që të jemi dëgjues dhe njëkohësisht të bindur ndaj fjalës së tij. Vini re në vargun 4 shikojmë që njeriu pa perëndishëm bën të kundërtën. Çfarë thot? Ai gjon këshillin e të tjerëve, gjon këshillin e vetes tij, ndalet në rrugën e mëkatarëve, ai bashkohet me tallësit, ai nuk gjen kënaqësi te fjala e Perëndis, nuk mediton tek fjala e Perëndis. Edhe ai thot do të jetë si byku. Byku është ai byku i grurit që, domethënë ajo gjoja që e merr era dhe shpërndan dhe nuk ka asnjë lloj vlere. Dhe pastaj rrjedhimet e jetës tyre, njeriu i paperëndishëm do të dështojë. Me lejoni të them një gjë. E keqja dhe e liga do të vijë fundi një ditë. Psalmi numër 1 e thot shumë qartë. E liga nuk do të jetë pafundësisht. Liga do marr fund një ditë. Por lum ata që ndjekin fjalën e Perëndis. Dhe pastaj shikojnë se çfarë do të shijojnë të perëndishmit dhe të paperëndishmit. Të perëndishmit do të njihen nga Zoti dhe të paperëndishmit do të shkojnë në shkatrim. Pra vëllezër motër, çfarë kemi parë? Kemi parë që vetëm ata që ndërtojnë jetën e tyre në marrëdhënie me Perëndin, në bindje ndaj fjalës së Tij, vetëm ata do të përjetojnë gëzimet e Perëndis tani dhe në përjetësi, dhe vetëm ata do të kenë frut që qëndron dhe frut të përjetshëm. Dhe unë ju ftoj që të merrni diçka që keni mësuar sot nga fjala e Perëndis, diçka që ju ka bindur fjala e Perëndis, edhe përpiquni të zbatonin, diçka që Zoti ju ka bindur, ju ka tërhequr vëmendjen, përpiquni të bindeni fjalës së Tij. Gjithashtu, nëse ndodheni sot këtu dhe ju akoma nuk e keni nështruar jetën tuaj Jezu Krishti si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj, këto gjëra që pse flet Psalmi 1 nuk kanë zbatim dhe ju nuk mund të jetoni në atë mënyrë derisa ju të pendoheni nga mëkati dhe të vendosni besimin te Jezu Krishti si shpëtimtar dhe Zot. Le të lutem së bashku. O Ati dashur, vërtet duam të falenderojmë për fjalën tënde të bekuar. Duam të falenderojmë o Zot që fjala jote është e mjaftueshme. Të falenderojmë që fjala jote është e mrekullueshme. Falenderoj o Zot që tek ajo ne vërtet gjejmë kënaqësinë si njerëzit e tu. Falenderojmë o Zot që fjala jote është kënaqësia jonë çdo ditë. Na ndihmo o Zot që në çfarëdo lloj fushë që ne nuk po jetojmë sipas fjalës tënde, në çfarëdo lloj drejtimi që ne po ecim sipas këshillës së të tjerëve apo sipas këshillës së vetes tonë, apo çfarëdo që ne po bëjmë që nuk është në përputhje me fjalën tënde, na ndihmo Zot që të pendohemi me hirin tënd, të kthehemi në rrugët e fjalës tënde, të ecim në bindje ndaj teje, dhe kështu të njohim ty Perëndi, të njohim bekimet e tua, të anishme dhe të përjetshme. Falenderojmë Zot mbi gjitha për gjakun e birit tënd të dashur që bëri të mundur që gjitha këto bekime të jenë pjesë e jetës tonë. Falenderojmë në emrin e Tij. Amen.